Krijimi i Havas, grua së parë. Thot profeti: jetoi Ademi në xhenet i vetëm. Kjo bëri që ai të mërzitej. Kështu u krijua Havaja nga një brinjë e tij, teksa ishte duke fjetur. Kur u zgjua dhe e pa për krah tij, e pyeti: kush je ti? Ajo ja ktheu: jam një grua. Ademi e pyeti: si të quajnë? Havaja u përgjigj: Hava. Ademi e pyeti përsëri: përse je krijuar? Për të qenë prehje për ty. Le të jetojmë disa çaste në hijen e komentit dhe analizës së këtij hadithi. Përse u quajt grua? U quajt grua për shkak se ajo u krijua nga burri. Kështu e mori emrin nga lloji prej të cilit u krijua. Përse u quajt Hava? U quajt kështu për shkak se është krijuar nga diçka e gjallë, nga Ademi. Me qëllim që Ademi të mos ndjente dhimbje pasi u krijua nga brinja e tij. Kjo bëhej me qëllim që të mos e merrte inat për shkak të dhembjes që ndjeu. Është në natyrën e burrit që kur ndjen dhimbje, inatoset dhe urren shkakun e dhimbjes. E kundërta me gruan, sa më shumë dhembje të ndjej, aq më shumë i shtohet dashuria. Kështu, qëllimi i krijimit të gruas ishte që burri të gjej prehje tek ajo dhe jo që t'i nxjijë jetër. Thotë Zoti në Kur'an: dhe nga faktet e tij është se për të mirën tuaj ai krijoi nga vetë lloji juaj palën, gratë, me qëllim që të gjeni prehje tek ato, dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë: ti o motër, je krijuar për të qenë simboli i prehjes dhe qetësisë shpirtërore mbi tokë. Ti je simboli i së mirës mbi tokë. Burri pa gruan është i humbur dhe anasjelltas. Duke qenë simboli i prehjes dhe qetësisë, përse të ta gjej burri shtëpinë rrëmuj sa herë që vjen nga puna? Përse ti gjej fëmijë të papastër? Përse të gjej ty të çrregullt? Përse ta kundërshtosh dhe kritikosh për çdo gjë? Përse t'ja bësh jetën ferr? Gratë duhet ta kuptojnë që janë qendra e prehjes dhe qetësisë. Para se të duash që burri të dojë të qëndrojë në shtëpi, të puzë qesh, të hap zemrën për problemet, që të bisedojë me ty, në vend që të lexojë gazetën, duhet ta kuptosh rolin tënd si faktor prehjeje dhe qetësie. Nga fjalët e para që tha Havaja ishte: unë jam prehje për ty. O ti o motër, a je prehje për burrin tënd? Shembulli dhe modeli më i mirë për ty o motër është Hadixheja, gruaja e profetit Muhamet. Profeti gjente tek ajo prehjen dhe qetësinë për të cilën kishte nevojë. Për këtë, teksa Hadixheja po vdiste, zbret Xhibrili dhe i thot profetit: o Muhamet, përshëndete Hadixhen nga ana e Zotit dhe përgëzoje me një pallat prej diamanti në xhenet. Aty nuk do të ndjej as lodhje, as mërzitje. Siç tha më sipër, Havaja u krijua nga brinja e Ademit. Përse u krijua nga një pjesë e Ademit dhe jo nga diçka tjetër e veçuar prej tij? Thot Zoti në Kur'an: o ju njerëz, kijeni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një veteje, dhe nga ajo krijoi palën, shoqen e saj, e prej atyre dyve u shtuan shumë burra e gra. Përse Zoti e konsideron si mirësi diçka të tillë? Kjo me qëllim që Ademi ta doj Havan, pasi është një pjesë prej trupit të tij. Porosia e fundit e profetit ishte: u këshilloj të silleni mirë me gratë tuaja. Burrat duhet të sillen mirë me gratë e tyre, pasi diçka e tillë është porosia e fundit e profetit. Ademi u krijua nga dheu i tokës, kurse gruaja e tij Havaja u krijua nga brinja e Ademit. Secili prej tyre u krijua nga ajo pjesë dhe element me të cilin do të merret gjatë jetës. Thot profeti: u këshilloj të silleni mirë me gratë, pasi gruaja është krijuar nga brinja dhe pjesa më e shtrembër e brinjës është fundi i saj. Nëse ti do të përpiqesh ta drejtosh, do e thyesh, dhe nëse do e lësh ashtu siç është, do të mbetet e shtrembër. Prandaj, silluni mirë me gratë. Gruaja është krijuar nga një brinjë krahu të majtë të kraharorit, brinjë që mbron zemrën nga goditjet e jashtme. Që ta mbrojë sa më mirë zemrën, kjo brinjë duhet të jetë e shtrembër. Me këtë shohim se qenia e kësaj brinje e shtrembër nuk është diçka e keqe, pasi vetëm në atë formë mund ta mbrojë zemrën. Kurse shtrembësia e gruas qëndron në atë se gruaja ka ndjenja më shumë se burri, ndjenja që në shumë raste sundojnë arsyen dhe logjikën. E ka krijuar Zoti në këtë formë, me qëllim që t'i përshtatet misionit të saj në edukimin e fëmijëve. Me hadithin e mësipër, profeti na udhëzon që këto ndjenja nuk duhet t'i ndrydhin dhe t'i imponojnë me forcë mendimet tona. Hadithi nuk është për të treguar se gruaja është e shtrembër në natyrë, por është për të treguar burrave se si duhet të sillen dhe si t'i trajtojnë këto ndjenja, të cilat janë të përshtatshme me misionin e gruas në jetë. Për këtë, profeti na mëson se ndryshimi i ndjenjave të saj është i pamundur dhe çon drejt divorcit. Nëse kërkon që gruaja të jetë e dhunshme dhe ashpër,
diçka e tillë është kundër natyrës së saj. Ka shumë gra, të cilat kërkojnë të luajnë dhe rolin e gruas dhe të burrit një herësh. Ato me këtë dalin kundër natyrës së tyre. Imam Kurtubiu përmend në tefsirin e tij një çast, i cili të bën për të qeshur në historinë e Ademit dhe Havas. Në libër thuhet se melekët e pyetën Ademin rreth Havas: "A e do Adem?" "Po," u përgjigj Ademi. Më pas, melekët pyetën Havan: "O ti o Hava, a e do Ademin?" Havaja u përgjigjet: "Jo." Megjithëse ajo e donte Ademin shumë herë më shumë se që donte Ademi atë. Nëse do të tregojë sinqert një grua në dashurinë që ndjen për burrin e saj, do të tregojë Havaja. Ajo që mund ta ketë penguar Havan të deklarojë dashurinë që ndjente për Ademin është ndjenja e turpit para melekëve. Shumë herë, heshtja është mënyra më e mirë për të shprehur dashurinë dhe respektin për dikë. Le të kthehemi tek historia e Ademit dhe le të lexojmë ajetet. Dhe kur u thanë melekëve që të përulen para Ademit, të gjithë u përulën, përveç Iblisit që refuzoi. Ne i tham: "O Adem, ky është armiku yt dhe i gruas tënde, prandaj mos ju nxjerr nga xheneti dhe të vuash. Ti nuk do të ndjesh uri, nuk do të kesh nevojë për veshje, nuk do të ndjesh etje dhe as vap." Ademit në xhenet ju garantua çdo gjë. Ushqimi dhe frutat e xhenetit e rrethonin nga të gjitha anët. Lumejt e ujit, qumshtit, mjaltit rridnin pranë tij. Ai nuk ndjente as vap, pasi gjithçka ishte hije dhe freski. Një mirësi tjetër gjatë qëndrimit të tij në xhenet ishte se ai dhe Havaja ishin të mbuluar dhe nuk kishin nevojë për rroba. Ademi dhe Havaja, që kur u krijuan ishin të mbuluar, dhe jo ashtu siç reklamohet sot në shkolla se njeriu i parë jetonte lakuriq. Një gjë tjetër e veçantë është se Zoti e urdhëroi Ademin të jetonte në xhenet së bashku me gruan e tij Havan, dhe jo vetëm atë. "O Adem, bano ti dhe gruaja jote në xhenet." Kurse sot dëgjojmë burra që thonë: "Zot na ruaj. A dhe në xhenet do e kem këtë grua?" Shtëpitë që adhurojnë Zotin dhe i binden atij duhet të jenë të mbushura me respekt dhe dashuri për njëra tjetrën. Nëse ti o vëlla ke marrëdhënie të mira me gruan dhe ruhesh që të mos e lëndosh atë, dije se kjo është mëshirë dhe mirësi nga ana e Zotit. Dhe hani ç'të doni, por mos ju ofroni kësaj peme, pasi do të bëheni zullumqar. Ademit ju lejua të hante ç'të donte nga frutat e xhenetit përveç një peme. Pyetja që lind është: si ka mundësi që Ademi shkoi pikërisht tek pema e ndaluar në një kohë që ishte i lirë të shionte gjithçka tjetër? Mos u habito vëlla, ashtu si Ademit, edhe ty Zoti të ka dhënë ushqime halal pa kufi. Ajo që ndodh është se ty të rimendja vetëm tek harami. Ti ke me mira pemë të tjera halal, kurse ti mendon vetëm për pemën e ndaluar. Përse konsumon alkoolin, birën, verën, në një kohë që ke me mira pije të tjera halal? Po të shohim me kujdes, nuk ka asnjë ndryshim mes rakis dhe pemës nga e cila hëngri Ademi. Veprimi në thelb është i njëjtë. Përse, megjithse kemi të gjithë të mirat halal, shkojmë dhe kërkojmë haramin? Kjo ndodh pasi Iblisi e shtyn njeriu drejt haramit dhe ja zbukuron atë para halalit. Kjo është një nga hilet më të rrezikshme të shejtanit. Diçka e tillë ndodh me shumë njerëz sot. Dikush ka një grua të respektuar, të bukur dhe që i plotson kushtet e një bashkëshorte të denj. Ajo që ndodh është se burri i kësaj nuk i kushton as pak vëmendje gruas së tij, por bën diçka që lidhet me femra të tjera, bukuria e të cilave nuk krahasohet me ato të gruas së tij. Ajo që ka ndodhur me këtë burrë është se shejtani ja ka zbukuruar haramin në sytë e tij. Por edhe nëse nuk arrin që ta bëj haramin të dashur, shejtani të bën që të mërzitesh nga halali. Kjo me qëllim që ti harrosh mirësitë e Zotit dhe të mos e falënderosh. Dhe do i gjesh shumicën mos mirënjohës. Si është e mundur që sa herë shejtani reklamon haramin, ne vrapojmë pas tij, thuaj jo haramit që në fillim. Shpërblimi i kësaj do të jetë një ëmbëlsi besimi, të cilën e ndjen në zemër. Atë ditë që do t'i thuash jo shejtanit dhe do e heqësh frerin e tij nga goja, atë ditë do të fillosh të kënaqesh me gruan, fëmijët, pasurinë dhe gjithçka tjetër halal. Shejtani nxiti ata të dy, i mashtroi që t'u zbuloj atyre pjesat e turpshme që u ishin të mbuluara. Vezvese, në arabisht ka kuptimin e këmbguljes me ngacmime dhe joshje. Qëllimi i shejtanit ishte lakuriqësia. Zoti premtoi Ademit se në xhenet nuk do të ishte lakuriq, por i mbuluar, kurse shejtani donte që t'u zbuloj lakuriqësinë dhe t'u heq veshjet që i mbulonin. Zoti juaj nuk u ndaloi ju dyve atë pemë vetëm që të mos bëheni melek, engjëj, ose të mos bëheni prej të përjetshmëve. Kurse në surën Taha thot: O Adem, atë të tregoj mbi pemën e përjetësisë dhe pushtetit të përjetshëm. Sot ka ende shumë njerëz që mendojnë se pema nga e cila hëngri Ademi ishte pema e përjetësisë, por në fakt nuk është ashtu. Shejtani e quajti me këtë emër, me qëllim që të mashtrojë Ademin dhe Havan. Hapi i parë që ndërmori Iblisi për të mashtruar Ademin ishte emërtimi i sendeve me emra të tjerë. Kështu ai e quajti pemën që Zoti ja ndaloi Ademit pema e përjetësisë. Sot shohim që pijet alkolike i quajnë me emra të ndryshëm: ver, birr, skoç, vodka e të tjerë. Lakuriqësinë e quajnë mod. Ateizmin e quajnë liri mendimi, imoralitetin e quajnë bashkëjetesë dhe liri veprimi. E kështu me radhë. Veç kësaj shejtani u betua në Zotin me qëllim që t'i bindë se po u thotë të vërtetën. Kështu gjunahu i dytë,
pas mendje madhësisë, ishte betimi i rrem në Zotin. Shejtani nuk arriti ta mashtrojë Ademin, vetëse pas përpjekjeve të shumta. Mos u habito vëllave të thuar se si ka mundësi që Ademi hëngri nga pema që ja ndaloi Zoti. Ti ushqehesh nga ajo pemë kush e di sa herë në ditë. Duke qenë se zemrat e tyre ishin të pastra, me të dëgjuar betimin në Zot, ata i besuan fjalët e iblisit. Kjo pasi nuk e imagjinonin dot që dikush mund të betohej rrejshëm. Ajeti tjetër thot: atëherë, me mashtrimi zbriti. Nga folja della në arabisht është marrë emri delvun, që është kova me të cilën nxirret ujë nga pusi. Kur e zbresim kovën për ta mbushur me ujë në pus, nuk e lëshojmë që të bjerë menjëherë në pus, por e lëshojmë pak nga pak. Kështu veproi edhe shejtani me Ademin dhe Havan. Meqense Zoti u kishte ndaluar që t'i afroheshin pemës. Dhe mos ju afroni kësaj peme. Shejtani filloi të afrojë me pemën fillimisht. Shejtani e di se po t'i thot dikujt, pi raki, ai nuk do të pinte. Kështu që ai i thot që të shoqërohet me filanin, pasi duke ndetur me të, do të fillojë të pinte rakin. Në surën El Bekare, Zoti e përshkruan mashtrimin e shejtanit. Dhe ai i rrëshqiti drejt gjunahut, sikur i shtyu të rrëshqasi në haram. Kështu shejtani të thot: lidhe internetin, me qëllim që të mësosh, jo me qëllim që të shohësh haram. Me ta lidhur, fillon të shtyjë drejt faqeve pornografike. Kjo nuk do të thotë që të largojmë kompjuterin dhe internetin nga shtëpia, por që të bëhemi të ndërgjegjshëm mbi mënyrën se si të shtyjmë drejt haramit dhe të mos bijmë në grackën e tij. E rëndësishme është që të mos shoqërohemi me pianec, shok të këqij, me vajza e të tjerë. Dhe kur shijuan pemën, u zbuluan pjesët e trupit dhe filluan të mbulohen me gjethet të xhenetit. Kurani nuk thotë se Ademi dhe Havaja hëngrën nga pema, por e shijuan atë. Sa po ta shijosh haramin, dije se Zoti është i zemruar me ty. Me të rënë veshja, me të cilën i kishte mbuluar Zoti, dhe u shfaqën pjesët e turpshme, Ademi dhe Havaja filluan të mbulohen me gjethe. Si vallë guxon të shohësh filma pornografik, si vallë nuk të vjen turp siç i erdhi Ademit. Zoti i tyre i thirri: a nuk u ndalova ju dyve atë pemë, dhe a nuk ju thash që ju dyve se shejtani është armik i hapt për ju? Zoti u bëri këtë pyetje retorike, pasi ajo të lëndon më shumë. Ashtu siç e pyeti Ademin mbi pemën, të cilën ja ndaloi, ashtu do na pyes dhe ne ditën e Kiametit për gjunahet që kemi bërë në këtë botë. Ai do të thotë: o filan, përse i ke vepruar këtë gjunahe? A nuk të ndalova filan gjuna? Ti e dëgjove që gjunahet e zemrojnë Zotin tënd. Përse i vepron atëherë? A ke menduar se çfarë do i thuash Zotit tënd atë ditë? Si do i përgjigjesh kur të thotë: a nuk e dije që i vëzhgoja sytë e tu teksa shije me ta haram? A nuk e dije që i vëzhgoja buzët e tua teksa flisje me to haram? Çfarë të mashtroj o robi im? Lexoje librin tënd, o robi im. Vallë, si do të ndihesh në ato çaste o vlla? A do të vi turp kur të lexosh gjunahet e tua? Siç përmendëm më sipër, kur Ademit ju zbuluan pjesët e turpshme, filloi të vrapojë në xhenet. Në një hadith të cilën e transmeton Hakimi, thuhet se Zoti e pyeti: o Adem, apo ikëm prej meje? Ademi ja ktheu: jo o Zot, por më vjen turp prej teje. Mësimet e dobit që përfitojmë nga sa përmendëm: thuaj jo mendje madhësisë dhe arrogancës, shpalli luftë shejtanit, ashtu siç të ka shpallur ai, dhe konsideroj armikun tënd. Ruaju nga metodat dhe hapat e shejtanit për të çuar drejt gjunahut. Gruaja jote është pjesë e jotja dhe është krijuar për të gjetur preje tek ajo. Prandaj duaje dhe sillu mirë me të. Largohu nga lakuriqësia.